Dita e 19. Helen Stirke vdiq në vitin 1544. E zakonshmja Virgjëresha Mari. Nga Toni Reinki. Drama e reformimit protestant paraqet personalitete të mëdha dhe personazhe kryesore. Ata lloj njerëzish që janë kthyer në mite, legjenda dhe në skulptura gjikante prej graniti. Mirpo, reformimi është po ashtu edhe historia e dishepujve të thjeshtë dhe të zakonshëm të Krishtit, të cilët tashmë janë harruar dhe vënë në zbatim teologjinë e reformimit në jetën e tyre të përditshme, dhe që madje paguan çmim të lartë për kauzën e reformimit, duke falur vetë jetën e tyre. Një prej këtyre martirëve dhe martireve ishte edhe Helen Stirke. Barabar me Marin. Helena ishte një krishtere zakonshme skoceze që banonte në qytetin e Perthit, e cila i që kushtuar punëve të shtëpisë si bashkëshorte dhe si nën. Jeta e saj nuk ra në sy gjatë historisë derisa i lindi fëmia i fundit në vitin 1544. Kur e zun dhimbjet e lindjes, tradita katolike e kërkonte që t'i bëheshin lutje të zellshme Virgjëreshës Mari. Duke qenë njohëse e mirë e shkrimit, Helena nuk pranoi që të bëheshin lutje të tilla, sepse nuk ishte fare ndërmend ta ndiqte këtë traditë. Mamit e saj mbetën të habitura prej refuzimit të saj dhe ju përgjëruan që t'i bënte këtë lutje, por ajo nuk pranoi se nuk pranoi. Lindja e një fëmie ishte përherë një burim rreziku për shëndetin e grave, por lutje drejtuar Maris nuk ofronin asnjë pikë sigurie se gjithçka do të shkonte mirë, përveç se ishin një traditë bestytnore. Nëse do të kisha jetuar në kohën e Virgjëreshës, tha Helena plot pjekuri, mbase Perëndia do të më kishte parë mua në skamjen dhe përullësin time, të cilat ngjasojnë me ato të Virgjëreshës, dhe mbase mund të më kishte zgjedhur mua për të qenë nëna e Krishtit. Predikimi i saj i shkurtër në shtratin e lindjes duhet i ketë lënë njerëzit gojë hapur. Mirpo, Helena gjente paqe e ngushëllim në teologjinë e vet, duke ditur që lutjet e saj shkonin drejt për drejt te Perëndia përmes shpëtimtarit të saj, Jezu Krishtit. Nuk do të them natën e mirë. Lajmi i refuzimit të Helenës për t'u lutur Maris dhe pretendimi i saj guximshëm që ajo ishte në të njëjtën pozitë përpara Perëndisë sikurse Virgjëresha, mbërriti shumë shpejt në veshët e klerit lokal katolik që përcollon lajmin tek autoritetet më të larta të kishës së Romës në Skoci. Ata reaguan nxitimthi për ta shuar këtë shkëndijë teologjike protestante që po linte. Nuk kaloi shumë kohë dhe Helena u arrestua dhe u burgos, bashkë me bashkëshortin e saj dhe me 4 protestantë të njohur në qytetin e tyre. Shpejt, ky grup i vogël u shpall fajtor për herezi dhe u dënua me vdekje. Ditën tjetër, ushtarët i shpun Helenën, bashkëshortin e saj dhe protestantët e dënuar për t'i varur në litar. Helena kërkoi që të vdiste krah për krah me bashkëshortin e saj, James Finlayson, por kërkesa e saj nuk u pranua. Burrat vareshin, ndërsa gratë mbyteshin në ujë, kështu që u caktua që Jamesi të ekzekutohej i pari. Duke mbajtur foshnjën e saj në krah, Helena ju afrua bashkëshortit, e puthi dhe i tha këto fjalë të fundit. Bashkëshorti im, ngazëllohu, sepse kemi jetuar bashkë shumë ditë të gëzueshme dhe ditën e sotme, ditën në të cilën duhet të vdesim, dua ta vlerësojmë si më të gëzueshmen prej të gjithave, sepse do të hyjmë në gëzimin e përjetshëm. Prandaj nuk do të them natën e mirë, sepse shumë shpejt do të takohemi në mbretërinë e qiejve. Jamesi u var para syve të saj. Jeta e tij mbi tokë përfundoi dhe sytë e njerëzve u kthyen nga Helena, të cilën e detyruan që t'ja jepte foshnjën e sapo lindur, një mamie që do të kujdesej për fëmijën, tani e tutje. Autoritetet e çuan Helenën te një pellg aty afër, e lidhën këmbë duar, e futën në thes bashkë me gur dhe pesha të tjera dhe hodhën në ujë sikur të ishte një thes me plehra. E gjithë kjo për shkak të krimit që Gjoja kishte kryer, blasfemi kundër Virgjëreshës Mari. Një re dëshmitarësh të zakonshëm. Perëndia e njeh të gjitha hollësitë, por kjo është gjithsa dim për jetën e Helenës.
Ajo ishte një grua e guximshme, e cila u forcua prej shkrimit. Pohimi i saj në shtratin e lindjes, pra që ishte e barabartë me nënën e Jezusit, qej një vepër mosbindjeje radikale ndaj ceremonialit, por në thelb ishte një veprim besimi, duke e zhvleftësuar gjithë larminë e zakoneve të njerëzit përballë përsisë së Krishtit. Po ta kqyrim më thellë reformimin, do të vëmë re që nuk ka të bëjë thjesht me shtypshkronjat dhe tezat e gozhduara në dyert e kishave apo debatet teologjike. Reformimi është historia e besimtarëve të zakonshëm, bashkëshortëve dhe bashkëshorteve, etërve dhe nënave, të cilët u mbështetën në fjalët e shkrimit dhe rivendosën epërsinë e Jezu Krishtit mbi jetët, martesat dhe familjet e tyre. Reformimi na jep dëshmi për shpresën e përjetshme në Krishtin dhe na ofron një re dëshmitarësh që na bëjnë thirrje që edhe ne të ecim në të njëjtën rrugë dhe të bëjmë të njëjtat gjëra. Ata na bëjnë thirrje që të kapemi fort pas bindjeve tona biblike, pa u lëkundur, që të gëzohemi me bekimet toksore të Perëndisë, si dhe të durojmë çdo mundim të përkohshëm në këtë epokë për hir të gëzimit të përjetshëm që gjendet para nesh në epokën që po vjen.